Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim të YouTube-it. Nuk e di të idhët në herë kjo video, por doja që dokumentoja këtë kapitullin tim të ri të jetës time, edhe thash që ta bëj një video dhe ndoshta do ta hedh mas disa muajve, sepse ka 2 javë që kam marrë vesh që jam shtatzan, domethënë këtë artistik pozitiv, por që akoma nuk kam shkuar te doktori, kam marrë telefon doktorin edhe më pyesin. Kur marrën telefon më thanë që të 7-8 javë nga dita e parë e periodave që kam marrë për herë të fundit, diçka e tillë. Nëse, kështu që me 13 qershor unë e mora vesh që isha, domethënë doli pozitiv testi që bëra në shtëpi. Testet, se kam bërë disa sepse doli shumë e zbartë ajo viza. Edhe sot është e diel, është 29 qershor. Jam që vjen të shkoj te doktori për të konfirmuar edhe për të bërë analizat çdo gjë që bëjnë ata për vizitën e parë, nuk e di. Mundohem që të letej sa më shumë, edhe të pyes edhe shoqjet, kunatën, njerëzit që kanë fëmijë. Kjo ka qenë diçka e papritme, domethënë unë bona ka 2 vjet që jam martu, por duke qenë se jam në shkollë, e kishim 2 menje, unë doja që të prisja më shumë. Specialne e kishte më me shef që mos prisnim, por nuk ishte planifikume taman. Si po pres të shkoj tek ajo vizita e parë. Kur e mora vesh në fillim, vazhdova palestrën, sikurse kam pas shkollë, vrapin, por tani kam filluar të rralloj pak sepse shumë njerëz më thonë që të kem kujdes, pres të shkoj te doktori. Kur e mora vesh në fillim, unë kam maratonën e New York City për ta vrapuar në nëntor, edhe kur e mora vesh që dola pozitive, thash, dhe vrapoj. Pastaj po flisja me dikë që ajo domethënë ka bërë disa maratona. Edhe sa ka lind një fëmijë edhe më tha që ajo vetë nuk ishte vrapu. Nuk është e pamundur, por që do shumë disiplinë, do shumë punë, edhe plus që nuk i dihet edhe trupit. Kështu që ka mundësi që të mos e bëj atë. Mendoj që ta ruaj për vitin tjetër. Një gjysmë maratone të bëj me patjetër. Kam vendos. Dalim për trek, se dje e përmena në fillim, në kartë vjeri nga Australia. Edhe po lëhem pak se këto javët e fundit, 2 javët e fundit domethënë sigur kam marrë vesh, kam filluar kështu, atë si jam në moshë shtatzan, e kam lënë veten masdore. Dua që të dokumentoj këtë rrugtimin e shtatzanis, sepse kohën e kam besuar, nuk e pa që në do të në tim me mami, më duket çuditshme, më duket sikur nuk jam gati. Ky është make-upi, nuk e di pse telefoni më duket sikur është tremt. Mezi u përsërit atë video dhe të tregoj njerëzve që jam shtatzan, sepse kam shumë shef që të mësoj nga të tjerët ose të pyes, domethënë të kem një ide se si ata menaxhojnë për shembull ushqimet që hajnë. Nëse ndalojnë ushqimet ose çallojnë ushqime shumë në shmangër, ose në shmangër, duke qenë se unë haj shumë mishën e haj jo shumë të pjekëm. Tani po mundohem që ta ndryshoj atë gjë. Ka dhe shumë gjëra tjera që e di për shembull nuk mund t'i hash, edhe mundohem sa herë i kërkoj, sepse du të sigurohem që nuk po haj diçka që është ushqim që s'duhet me hangër. Kështu, këto flokët e mia i kam pre edhe nuk po rriten. Më kujtohet tash, kam harruar po marr ato vitaminat. Më pëlqen kjo prerja, është e lezetshme, por balluket çka? Po rriten qyshur. Se balluket nuk dolën ashtu siç i doja. Vazhdoj këtë video mas disa ditëve, edhe sigurisht që do filmoj atë ditën kur do hiqet te doktori për herë të parë. Mezi po pres. Përshëndetje! Sot është vizita e parë te doktori. Jam 6 javë e 6 ditë më duket. Nesër bëhet 7 javë fiks. Kështu që do ikim sot te doktori, mezi po pres. Jemi të 2. Edhe kështu, tani do bëj gati një listë me pyetje sepse nuk e di se çfarë do e pyes. Sebastiani ka listën e vet pyetjeve, po më tha që të bëj edhe unë listën time. Kështu që do mundohem t'i shkruaj disa tani. Mendoj çfarë ta pyes. Kam pas pak para kështu si përzierje, por nuk është se
ka qenë keq. Kështu mezi po presi, shikojmë tani si shkon vizita te doktori. Përshëndetje. Okej, sot është data, nuk e di çfarë është, 28 korrekt. Nesër bëjmë 2 vite që jemi martuar me Sebastianin, kemi bërë dasmën në Shqipëri. Edhe nuk më besohet që kanë kaluar 2 vite. Tani isha në palestër, sapo u ktheva, po në fakt isha te pishina e palestrës, nuk është se bëja palestër. Do mundohem që të filmoj pak a shumë. Kjo është videoja e parë ku po flas edhe po e filmoj për YouTube, ku tregoj që jam shazan, edhe jam 10 javshe, nuk më besohet, ka qenë diçka e papritur, surprizë për ne. Nuk e di, domethënë jemi pa fjalë të dy, akoma nuk na besohet. Unë e kam për me lind në shkurt, kur e kisha bën plan për botesën e avokatisë, sepse diplomohem dhjetor nga shkolla, edhe nuk e di, nuk besoj se kjo gjë do ndodhi, duke qenë se janë shumë afër me njëra tjetrën. Edhe domethënë lindja ka mundësi të lind ato ditët e testit. Prandaj nuk besoj se do mund ta bëj testin në shkurt, edhe një shoqe më thoshte që kur ne bëjmë plane zoti qesh me ne, edhe kjo unë gjithmonë kam qenë ai personi që mundom që ti bëj plane, ti organizoj gjëra, ti kem çdo gjë me plan, edhe kjo ndodhi pa plan. Edhe testin do mund ta bëj në korrekt nëse sa ta bëj në shkurt. Akoma kam pak shpresa, por kur të afrohen më shumë ditët, do të flas në shkollën edhe do interesohem se si mund ta bëj. Tani jam 10 javshe disa ditë. Në fillim ato javë të para kisha pak kështu si përzime, po asgjë serioze, dhe thosha, ndjem shumë mirë, kjo do jetë shumë mirë. Kur mora vesh fillim, e kam marrë vesh herët, kur hyna më duket ka java 8, kam pas shumë të vjella, çdo gjë, edhe çdo ditë për 2 javë të fundit, në 2 javë vetëm vjell çdo ditë. Edhe kam shumë kështu burping, nuk e di si të them në shqip, goksim duket ashtu në shqip. Edhe më bezdis shumë ajo. Nuk po pi shumë ujë, që është shumë gjë e keqe. Mundohem që të haj pak më shpesh, sepse kam lexuar që duhet të hash, supozohet të hash 2 orë, se të ndihmon, por që unë harroj me hëngër. Dhe kështu, tani hekim në shtëpi edhe shihemi më vonë. Ai do haj pak, sepse s'kam hëngër mbrëm, është këtë mish më ka gatu Sebastiani, edhe këto janë kështu patate që mi ka bërë. Nuk duken shumë mirë në video, por që janë shumë të mira. Këto janë patate shumë të holla me djath, edhe këto janë bizele. Një mëngjes nga dita tjetër, mbrëm kam qenë shumë keq. Kam vjell aq shumë sa që më ka djeg komplet stomaku, edhe fyti më dhem qysh mbrëm, duket sikur më ka ngel diçka në fyt. Jam zgju herët, kisha bënë me shku në palestër, por mbrëm mundem të përdor atë jastekun gjas me marr Sebastian jetë jastekun që të flejm pak më mirë, po më duket sikur jam në kotet, jam shumë ngushtë me atë jastekun, po e provova mbrëm edhe fjeta, po më shumë më dilte gjumi, po ishte edhe që më dhimte kjo fyti. Kështu tani po bëj prap pak punë, sepse po merrem me ca kërkime që po punoj për vendimin e asaj gjykatës, edhe po mendosha që të bëja disa punë tjera, po tani nuk po ndihem mirë, akoma nuk kam hëngur asgjë, është ora 10:30 e mëngjesit, edhe ndoshta thash të zinja 2 vezë, ky ka qenë mëngjesi im kohë të fundit po zi vezë, edhe po hajde pak avokado. Kështu sot bëjmë 2 vite martesë, edhe shpara po flisja me Sebastianin, edhe po më thoshte nëse ndihesh mirë shkojmë për darkë, por nuk e besoj që do kem fuqi, po shoh se si ndihem, se për me dal me hec ose me bë diçka, un kam shumë shef, edhe po mendoja biles që sonte të shkoja ndoshta në palestër, që të bëja një nga ato klase që kam shef, por gjithsesi të shoh tani se si shkon. Kështu që tani shkoj të bëj një gjë për të hëngur. Kështu që vazhdojmë ditën, t'ju tregoj pak situatën këtu me mu. Është macja që u ka shtri këtu. Kjo është gingeri, edhe këto janë gjonat e mia. Kjo është filxhani kafe Sebastianit, se unë nuk kam pi kafe, unë bë pak kohë që nuk po pi më kafe. Po flisja me mamën kur dola nga shtëpia, edhe nuk filmova, por erdha të marr një kafe tek Starbucks, edhe një coffee cake, kot, në çoj me një, po shumë vap. Dhe piva kafen tek një dyqan ku ka që shesin rroba. Por shumë që për ne rrobë kështu kot, sa me kalu kohën, thash dali çik, kam qenë që thitën në shtëpi, sepse ora 1, edhe është shumë vap, nuk po ndjesha mirë, shkova ula ke një nga ato karriget aty, sepse u lodha, nuk e di, kam shumë vap, nuk e duaj dot të vapën. Edhe kështu tani po mendoj, nuk e di çfarë të bëj,
të shkoj në shtëpi, të vazhdoj që të mësoj, apo ndoshta të shkoj te pishina për 1-2 orë. Po debatoj me veten time, nuk e di se çfarë të bëj. Nuk ndihem shumë mirë akoma. Edhe masi hongra atë coffee cake që është si tip buke, edhe masi piva kafen, prap nuk ndihem shumë mirë, por du të bëj diçka duke qenë se është koha e mirë, edhe duke qenë se mbarova atë projektin, tash të bëj diçka e shkoj pak te pishina. Erdha në shtëpi edhe ushtriva 5 minuta. Nuk më rrihet, nuk më duket sikur po harxoj kohën kot, sikur nuk jam të bëha asgjë. Kam për të filmuar një video sepse kam një bashkëpunim me një kompani rrobash, quhet Comments, edhe kur dolëm para disa ditëve, në fakt e bëna video me një nga veshjet, por kam edhe rroba të tjera që po mendoj që ti hekuros pak, ti rregulloj pak, edhe që ta bëj këtë videon që ti filmoj domethënë gjitha rrobat. I bona I hekurosa pak a shumë ata rrobat, kështu që tani do bëj pak make-up edhe të rregulloj pak flokët. Nuk e se do bëj një make-up kush di se çfarë, diçka thjesht. Kam lexuar që në trimestrin e parë të psohesh. Unë kam qenë zakonisht 116 pound edhe u peshova sot në mëngjes edhe kisha ra 112 e pak. Okej, si duket make-up përfundimtar. Po I bëj pak flokët sa onde, sa me thonë, pse drejta s'duken keq, por me onde duken një çik më lezetshëm. Kam prek të balluket. Mi ka prek ajo krejt. Në më ja shpjegu curtain bangs, por nuk më mori vesh, nuk më kuptoj fare. Po I kam prek kështu drejt poshtë. Më duket sikur s'po rriten fare. Se bezohet tani kur jeshtë të zanë, si kur të rritën flokët, për mua akoma I kam prek 2 muaj duke të bo. I bëj këto edhe t'ju tregoj pastaj përfundimin se si duke. I bona flokët, kanë dalë to balluket e mia, nuk e di se si t'i bëj këtë, shikoni, kjo ana është nga mrena, kjo ana është nga jashtë. Janë okej. Janë edhe të shkurtra dhe duken më të çuditshëm. Kjo është përfundimtar, erdhi edhe Sebastiani më herët se sa e prisja, por gjithsesi, tani do bëj këto videot edhe çujmë se çfarë do bëjmë sonte. Shihemi më vonë. Okej, më rrova 100 video që po bëja. Po më dritet trupi tani, më duhet hajt diçka. Shikoj dritet telefoni. Duhet hajt diçka, erdhi Sebastiani edhe më pru. Është një kështu lobster roll që e kam shumë shefun, kështu që dhe hajt është shpejt edhe të dalim për darkë më ta më vonë, po më hajt se po më dritën durt, edhe po hajt tani të hapet jo të rëgëllitën. Njësë si duket. Shumë mirë. Dhe I hedh pak limon, edhe të haj. Jemi gjes nga dita tjetër, jam në zju, nga ora 6:30, sepse kishe dhe me shku me bo vrap me një shoqen time. Edhe tani sa u bona gati o vesha, do ikim për vrap, do bëjmë një gjysore e pak vrap dhe pastaj besoj se do ikim në palestër, sepse doja që të bëj një klasë, një ato klase që më pëlqen shumë, do e bëja dje, por dje për tova më u zju, edhe do iki sot, ndihem pak më mirë, për shëshyrë zotet, dhe tani të më zirë gjindrin edhe të iki. Arese? Sa po më rrova te palestra, është tërësirë këtu se jem tek garazhi I palestrës, por ose dhe matë sot kam bo shumë ushtrime, sepse bona ndoshta një 5 km I gjysë vrap, por është shumë vap jashtë, edhe tani që shu kam ngesht të zanë, ngrofem edhe ma shumë se që duhet. Dhe më thonë trupi nuk e duroj do të nxetin, edhe pse jam vetëm 2 muaj gjys. Edhe kisha bëmen me bëk të klasën, sepse është një nga të preferumet e mia, edhe duke qenë se nuk mund që ta kap dje si klasë, vendosa që ta bëj sot, sepse është pak ma vonë. Zakonisht atë klasën që bëna sot zakonisht e bëj të martëve edhe të njëjtëve në 6 mëngjesit. Të martëve kanë shtu edhe në 7 mëngjesit, por dje përtova më ngrejt. Kështu që vendosa ta bëj sot. Edhe Sebastiani tani se më shkruajti më tha Kastile tha jetu e bo, jetu e bo më tepër se ç'duhet palestrën sot.
Por duke qenë se ndihem okej, edhe pse kam një parandin që sa shkoj në shtëpi do vjell, por duke qenë se ndihem mirë, edhe kisha bë mend për me shku tek klasa palestrës, thash pse jo mos shkoj. Ishte shumë mirë në fakt, u kënaqja, edhe pse nuk është sepse zakonisht kam kryer shumë shoqëri nga kur bëj këtë klasën të martave, por gjithsesi ishte okay, kam bën 75 wobbles. Nuk filmova te klasën. Nëse shikonin si jam kuqune, gjithmonë bëhet fytyra shumë e kuqe. Edhe kështu bëj në shtëpi tani, thash se pse jam me zinja 2 vezë, më nën të haj çik vezë, edhe të pi dhe vitaminat, më nën pipa ujë. Kur fillonin prapë me shoqen time, nuk është se kapa shumë, por na leva mora një shishe ujë, sepse s'kisha marrë ujë me vete. Ikëm tek doktoresha, më bën prapë një ultrasound, pam prapë babyn, edhe më thash që është në rregull, ishte rrit baby, por nuk e di pse tek doktoresha, sepse kam qenë një doktoresh tjetër në fillim, por ai nuk është më pëlqeu shumë. Edhe lexova ca review online që nuk e di se duhet bazohen, por që sikur nuk e di njerëz që kishin pas probleme nga kjo doktoresha, edhe ai gjeta një tjetër me një shoqëri më rekomandoi këtë doktoreshin tjetër, pa e përdor thjesht ginekologe, ai nuk ka fëmijë ajo shoqja ime, edhe kjo doktoresha i bën të dyja. Edhe nëse kishte herë dy që shkova tek kjo doktoresha, sepse po mundohem që të çoj ato analizat e gjakut, duke qenë se doktoresha e parë ka bërë mundohem që të çoj tek kjo e dyta. Edhe këtë herë prapë kur më bëni ekon, nuk më ngjon rrajët e zemrës, vetëm një map. Unë më duket çuditshme dhe e pyeta prapë se si ka mundësi që nuk i po i mat rrajët e zemrës, edhe më thash që nuk mund t'i ngjoj, domethënë. Më thash që tërmesi i parë është nuk lejohet, është shumë e rrezikshme. Edhe nuk më vesh sepse ato persona që njoh unë që kanë lënë fëmijë, të vajzat e tjera, kur kanë shku për të parë kanë ngjur rrajët e zemrës. Dhe unë kur shkova për të parë tek doktoresha tjetër, unë i gjova rrajët e zemrës. Edhe më duket shumë çudi, domethënë, edhe ngjira duke e pyet. Nuk e di. Te doktoresha, okay, më pëlqen. Di pola haptas, i thash që unë tash bëj shumë pyetje, du me di çdo gjë, jam e mërzitshme me pak fjalë. Edhe shumë tha, okay, po tani po shohim. Është dy pak se besani kam mbledhje, është duke punuar nga shtëpia sot, po sapo futa një mbledhje tjetër, kështu që tash diçka ndoshta ti ke pishin 1-2 orë, të marrë atë laptopin me vete, të ngjoj ato videot e asaj që kam për atë testin në gusht. Akoma se kam vendosur çfarë të bëj, do ikin në Shqipëri apo jo, jam në dyminje, du të iki, po të iki vetëm, kur mendoj. Nuk e di, të shoh një herë për bileta. Nëse po bëm gati edhe kështu të bëm gati që të jeti pishina pak. Po shoj çik. Okej, kjo është veshja për tek pishina. Pantallonat akoma mbin, janë pak të ngushta, por që në rregull, edhe kam në këtë bluzën. Kështu që nisemi. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. Kjo është dita e tretë rresht që po filmoj. Nuk është do të filmoj krejt ditën, por që pjesë të ditës. Sapo ktheva në shtëpi nga palestra, edhe nuk ndihem shumë mirë në fakt, më vjen përzi. Ka dhënë doktoresha një ilaç për të vjellme, edhe kam pi dje 2 herë, edhe nuk sepse mund ta pish çdo 6 orë. Edhe dje nuk volla fare, kështu që besoj se po funksionon si ilaç. E piva sot mëngjes para se shkojmë në palestër, se tani që do ikin në shtëpi do haj. Edhe kështu, palestra ishte shumë mirë kjo klasa, bëna një klasë që nuk është se e bëj zakonisht, po gjithsesi më pëlqeu. Edhe po, sot kam në mend, duke qenë se nuk kam ndonjë projekt që po merrem tani për atë gjykatën, po presim të çoj një projekt tjetër. Kam vendosur që pastroj krejt shtëpinë, do ta laj, të fshi, të pastroj, të laj rrobat, duke qenë se këtë fundjavë do shkojmë dhe shohim për ca shtëpia, sepse duam që të blejmë shtëpi private. Nuk do të rrim në pallat, duke qenë se tani do vi dhe baby edhe mami do vitë më ndihmoj. Kështu që thash pse jo, sot duke qenë se jam në shtëpi edhe pse kam mësuar për atë testin, por që ta ndaj ditën që të merrem të pastroj shtëpinë, të laj rrobat edhe merrem edhe me këto gjëra. Koha është pak vronë, kështu që është mirë, sepse më shtyn që të mos shkoj në pishinë. Edhe kështu tani shkoj të bëj pak mëngjes, kohët e fundit po haj vetëm vezë zime, më pëlqejnë shumë, edhe vezë zime janë të mira, kështu që këtë do bëj. Sa po erdha në shtëpi, e zi vezë tani, po haj këto patatinat, më vjen shumë përzi edhe këto patatinat janë para shumë patate plain, kështu që
Është ora 10 e mëngjesit dhe unë po haj patatina. Nuk haj kur patatina. Të haj këtë vezët edhe të vazhdojmë punët. Rrobat ca po lahen, ca po thahen. Tani do iki deri tek farmacia do marr diçka për Sebastianin. Edhe po mendoj që të marr dhe një kafe për veten. Nuk ndihem fare mirë, më vjen shumë përzi. Por thash po shkoj ta marr një kafe. Shkova tek farmacia, mora që kishte nevojë Sebastiani, edhe në lëvat e Starbucksi, mora këtë grilled cheese, edhe një çaj latte. Kohë fundit këtë çaj latte po e pi në nxehtë edhe pse është midis i vapës. Por nuk e di, nuk më pëlqen shumë ajo me alkool. Më pëlqen shumë çaj latte. Inshallah, deri tani çdo gjë po shkon mirë. Kam shumë frikë. Kam filluar të hongër rrugës të grilled cheese. Nuk që nga dita ime, se të që po mundohem të bëj punët, e gjej prapë veten në shtrime këtu në divan. Gati edhe pak i marrova rrobat, tani kam për të marrë bardhat edhe çerçafet që të bëj krevatin. Po jem shumë e lodhme. Në fakt, nuk kam hongër drejt, vetëm që hongra atë bukën me djathë, me djathë shkrim. Po mundesh të hajë tani ca crackers, por sa u bën gati rrobat e bardha, edhe çerçafet edhe nuk du t'i lej aty sepse po t'i lej aty do bën me rrudha. Që po e marr shpejt e shpejt të ullë krevatin dhe pastaj të haj. Është ora 3:40 tani. Përshëndetje nga dita tjetër, është drek, or është ora 12 e pak, edhe nuk kam filmuar fare sot në fakt, sepse kisha në mëngjes për shku tek gjykatësia, sepse do të firmoste një letër, do të thotë gjykatësia që bënë tani gjatë verës. Edhe isha kështu me nxitim, nuk ndihesha mirë, se shihni as kam bë make-up as gjë. Por shkova mora ca dona, ti vetë morë dhe një dhuratë vogël, as nuk ja tregova dhuratën që vetë morë gjykatës, por ishin ca lapsa me shkrim që thot emrin e saj edhe gjykatëse. Edhe kështu, domethënë si lapsa. Edhe po shkova atje, nejta pak me ta, bëna pak muhabet, më dha një vendim të ri për të shkruajt, për një çështje të re, që të merrem edhe të shkruaj vendimin për rreth 2 javë në vijim. Edhe kështu, tani era të shkolla, nuk isha asnjë këtu. Prapë se më shkoj me filmu, po filmova pak fare kur po hikja, po shkova tek ajo klinika ku kam pas shkuar përpara që punoja për atë klinika e imigracionit, nuk isha asnjë atje, por printova ca gjona. Edhe tani do hiki, takoj shoqen time se kemi lënë takomin për drek, ajo punon 10 minuta nga shkolla ime, kështu që po takoj atë, do hajmë drek bashkë edhe pastaj do ikim në shtëpi. Edhe kështu, nuk ndihem shumë mirë. Iki te shoqja ime, të marrë diçka për të ngrënë, sepse disha për bukë, kam hongër një donat, shpar, deri tani çdo gjë në rregull, nuk kam vjell. Piva atë ilaçin që është për të vjellme, por nuk kam më shumë qejf që të pi ilaçet, edhe shpresoj që të mos më bëj asnjë dëmtim. Edhe kështu. Dolëm shpar edhe hecëm, po nuk e mora telefonin me vete, sepse po mundohem që të mos e mbaj telefonin gjithkohës me vete. Edhe tani më në fund do hikim edhe do luajmë golf, do hikim, do bëjmë kështu quhet driving range, thjesht që e gjun topin praktikohesh domethënë, kështu që do hikim të marrim atë golf clubs edhe do luajmë. Nuk do bërku. Tani sa po morëm këto golf clubs këtu tek storage ku I kemi lënë. Edhe do ikim të luajmë. Unë kam marrë, këto janë përformet e mia kohë të fundit. Këto lace, unë nuk hajnë herë patatina, po me këto jam fiksu keq fare. Edhe mora një 2 pakut vogla me vete. Do hapni tani se po më hahet. Edhe do ikim të luajmë pak mezi po pres. Nesër do shkojmë shopping për shtëpia, do mundohem që të filmoj pak, po besoj se do e mbyll ndoshta nesër këtë video. Nuk e di se kam filmuar sepse kur kujtohem, filmoj, kur s'kujtohem.
filmoj vetëm tek tuk, kështu që nuk e di se të dali kjo video, por gjithsesi do ta mbyll ndoshta nesër. Përshëndetje nga dita tjetër, jemi nis tani edhe do shkojmë të shikojmë shtëpitë që kemi planuar kupër me pas sot. Tek shtëpia parë që do ikim do jetë kështu open house që do ketë edhe njerëz të tjerë që do shohin shtëpinë. Edhe pastaj kemi lënë ato agjendën e shitjeve që shikojmë edhe disa shtëpi të tjera që kemi pa edhe na kanë pëlqyer në anë të fotove. Mund të lova mora një kafe, unë nuk mora ndonjëherë këtë Dunkin Donuts, po prova një dje dhe më pëlqeu. Mora një sot më mori Sebastiani po me shumë lekthie, por nuk më pëlqej ka shumë që kanë shumë ome. Mora edhe një buk me cream cheese, po edhe kjo më duk si e vjetër. Edhe më janë bë flokët lamsh tani sepse jena atu hec me makinën me xhamat e hapme, edhe mi ka morë era flok, mi ka borë muj. Nëse dhe çfarë kore arrim tek kjo shtëpia e parë, kështu që shikojmë si është. Ok, kjo është nga shtëpia tonë të preferuar. Shikoni gjithë të tokën dhe shikoni sa e madhe që është shtëpia. Se do kisha frikë këtu. Sa po erdhëm në shtëpi, jem shumë e lodhur. Kemi pa një 6-7 shtëpia sot. Ato shtëpiat e para nuk më pëlqyen fare, ishin shumë të vogla ose të madh njëna herë. E para fare që pam, Sebastiani me zy rrinte në kom se ishte edhe tavani shumë i ulët, po dy shtëpiat e fundit kam rënë dashuri me to. Domethënë se më thaja para fundit i herë, më pëlqen aq shumë, si janë hipokritë. Ajo para fundit më pëlqen aq shumë, ose më se nuk e di, po kam shumë frikë sepse është pak Sebastian. Është çmimi është afër në maksimumin që kam vendosur unë. Sebastiani ka një maksimum më të lartë, por unë jam ajo që jam konservator, nuk duhet haxhej shumë lek. Më pëlqen shumë si shtëpi, është aq e madhe, o zoti i madh, ka në katin e parë janë 2-3 dhoma që mund të bësh si dhoma pritje, një mund ta bësh për shembull si dhomë gjumi ose si zyrë, kurse ka 4 dhoma gjumi, edhe 3 banjë të plota, kati i parë ka një banjë, nuk e di domethënë. Edhe pastaj dhoma jote e gjumit do ishte shumë e madhe, ka dhe një kështu walk-in closet, ka banjën e madhe. Ose të madhe, kemi kap ca video, po janë video kështu më shumë si Instagram, po dëmënuam që ti hedh ca video. Edhe nuk e di, jam shumë pa vendosme, sepse nuk du që të nxitohemi. Po është çik larg si zonë, na duhet, domethënë Sebastiani do bëj rreth 1 orë me shku tek puna, kurse mund të bëj rreth 1 orë po ashtu me shku tek shkolla, edhe te shkolla do jem vetëm për disa muaj. Nuk e di, jam në dilemë të madhe. Du që të shohim me disa shtëpi të tjera, por që për atë shtëpinë e parë ka mundësi që të vendosim një ofertë direkt. Nuk e di nëse ja vlen gjithë ajo rrugë, mund të bësh 1 orë rrugë në punë, të kesh një shtëpi shumë të madhe. Kopshti mrapa e shtëpisë parë nuk është shumë i madh, është kopsht mesatar, ke vend për me lëviz, me umbledh me njerëz, domethënë këtë që duam, se unë des që të bëhemi bashkë, të lidhemi. Gjithsesi na doli përfundimi i ditës, na doli shumë mirë. Kështu që tani erdhëm në shtëpi dhe po shohim, është ora 8:30, kemi filluar qysh në orën 12, 12 kemi tani nga shtëpia, në orën 1 kemi arritur tek shtëpia e parë, kemi 7 orë që shohim vetëm shtëpia. Edhe tani nuk e di, ndoshta do hajmë diçka, edhe do ja fuzim gjumit. Nesër e kam lënë që të ikim plazh, kështu që do filmojmë pak edhe nesër. Edhe kështu, shifemi nesër. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Okej, jam gati të tregoj tani se çka kam vesh. Edhe do ikim tek plazhi me shoqën time, kam marrë edhe gocën e vet, ka një gocë vogël. Ajo po vjen edhe për disa minuta arrin, kështu që unë jam gati edhe tani do dal. Kam vesh këtë, që është çanta ime. Ka disa orë që kam marrë në shtëpi, edhe u lava, mundohet të bëj pak, po nuk është se më zgjumi. Kisha vendosur me shku me bo vrap me shoqen time, po ajo donte me vrapu 14 milje, edhe nuk më rmenja se vrapoj do taj shumë. Edhe si përfundim, nuk vrapoj fare, dhe që të repektuar për shpis, po përfundova duke vazhdu vrapu, edhe sa përshkova edhe mora një akullore, edhe po hajta akulloren tani.
parë honga ravioli dhe ishte shumë e mirë. E morëm dietë tek një deli dhe ishte e freskët. Kështu që hongra atë dhe tani po hapa kakullore. Jam shumë e lodhme. Jam dik i çik, po dik fytyra. Edhe kështu çikëm që do bëjmë tani, është ora 7:30.